Tash jemi në studion e Dritro Shaqirit, ku afër vetës kam edhe knatësinë që këtë gilanin e bukur e kam afër vetës Dritro. Përshëndetje. Përshëndetje, dhe mirë se vini. Mirë se ju gjetëm. Dritro, çush bo ka lanë në studion e pas këtë bukur, komplimente, edhe a e lodh mas pare? Jo, se më lodha as pak, këtë punë e du, e punoj me shumë qef dhe me shumë ondje. Po. Kur ke fillu me këtë punë e muzikës? Nëse folim për muzikën përgjithësi, shumë i vogël, më thonë klasa e dytë nashta. Shkollës fillore. Frymëzimin e kom pas është shumë mirë me cek, prej një qiftelijës. I kom pas kushi këto përballë, Gjilani e njef familjen e Bejta Komersit, na thoj. Familjen e tyne kanë qenë gjithë këngëtar, muzicient, kështu autodidakt, që i mësu vetë. E te ata e ku morë një qifteli edhe më kanë mësu mira. E ku më provu talentin. Aty, kur tani thash babit, me ma bleni qiftelijës, më shë për të vijë qiftelijat, nëse e provoj dita mira dhe ma bleti. Kur ma vonë, gjyshem, indjeri, mësusere shati, ka thonë, edhe u morë dhe me regjistroj në shkollën e muzikës, për piano. Edhe unë isha shumë i vogël atë kohë, hajde më thonë, klasa 3, shkollës fillore, ma bleti piano. Në shpejnë atë kohë, me ble piano. Piano. Po. Interesante. A ki piano në tash ale në shpejnë? E kam në shpejnë në altë. Edhe, po, a i ka pas shef që një instrument muzikor me tinglu në shpiton. Gjithmonë. Se ka paramenu që unë do të vazhdoj edhe do të kam profesion primar muzikën. Edhe kom kry shkollën e ullë të muzikës në Gjilan. Tani ideja e studios, qështë ka ardhë ideja me bo studion? Ideja e studios është... Edhe pse pikërisht në Gjilan studion? Gjilani ka do sene të mira, që jo vetë mu, po i bojmë shumë njerëzve, i bojmë për shtypje, kemi shumë mjekt njoftën, kemi arkitektat njoftën, biznismena shumë të maj që nuk e kanë shu Gilanin. Funksionon shumë mirë në Gilan, edhe nimi shumë mirë, shumë të lumtur, mas shumë tradita që i ka bajt Gjilani, ndër breza, na ka bo që këtu me najt, këtu me punu, me vepru, edhe nuk nina keq që nuk jo në Prishtinë. Me gjithse, me Prishtinë e kom qendrën që punoj me Prishtinë. Kështë shoshnin shumicën e kom të estradës, të kompozitorëve, të këshruzve, këtë me Prishtinë, po që nuk na ka po për shtypje të keqe kjo rruga që është. Jo, këtu ma mirë mu ka doke, edhe këtë investimin e kom bo në Gjilan, 2 studio i kom, është radio, televizioni, këtu, krejt investimin e kom bo në Gjilan. A ka talenta Gjilani të rritë, sa po miren me muzikën, sa po mujnë me arme të marrë këshilla dhe a ka talenta të muzikës në Gjilan? Persona të rritë që inspirojnë si ti që inspiru veç pej një qiftelije të vogël. Ka shumë talenta Gjilan. Tash po vjen mirë që pishof edhe në Voice. The Voice. Që ato talenta që kanë shku, gjithë ju më pranu. Më ka shumë mirë, po edhe me profesor të shkollës muzikës, na bje me folë, thënë ka shumë talenta. Qështë talenta ka që në momentin e provimit pranus, është numëri caktum, a ka talenta që edhe me trefishu. Interesant. Po ma shumë ka për instrumentalista. Për këngëtar, ka po ma shumë si instrumentalista dhe edhe nifët Gjilani që ka instrumentalista shumë të mirë. Në këtë trevat e Kosovës, nifën si instrumentalistat mirë, tash mbas nisi mi cek me se ka shumë. Ka shumë.
A ka organizimet në Gjilan për tri, ku mundesh me shku me këndu edhe sa e preferon ti me këndu në Gjilan? Gjilan, bile kohët e fundit po vjen shumë mirë që po ka shumë neja me muzikë. Ma kryesore që po më pëlqen është që nuk ka eksese, s'ka pas edhe me traditë është, në Gjilan nuk ka mal pa huk, po nuk ka eksese, në Gjilan nuk bon eksese. Nuk e mojnë mend që ju ngacmu dikush. E nejat bon shumë të mira, edhe krejt këngëtarët e krejt, mos në vish Kosovës, ta shqiptarin performojnë në Gjilan shumë mirë. Edhe kemi shumë edhe kafeteri që ka muzikë. Kohët e fundit ja kom nis, edhe unë po knaj. Po më vjen mirë. Po knaj ma shumë që po nina mirë, po nina mirë me knu për një publiku temë, gjithmonë është ajo. Ti e i lidhën shumë me Gilanin për shiesh edhe vetë, ti e ki studiu në Vjen, je ka në Hamburg për çdo vend, edhe prap e këthy në Gilan. A kështë mujt, diçka më na shkru, më na orkestru masakt një këngë për Gilanin? Me shkru kur? Tash. S'di sa premton koha për me shkru. Njesh kjavëci që je edhe shkruesi mirë, edhe i shpejt. Kështu që po të vajna kohë pak, edhe po besoj që po të ndonë me sukses. Shkruj, edhe jam disponim sidomos për Gjilanin me shkru. Shkruj edhe tekste për këtë kolektë, më shkru ka pak. Okej, do të nashta ju marrë kohë pak. Orkestru nuk mujna, vish një farë, shkat mujna me mëri pak. E me përmbyll. Për Gjilanin ka shumë me shkru, po mënomi pak me. Veç pak, s'po të hupi kohë ma shumë, suksese. Okej. Bërë 30 minuta një punë fantastike, e ke kry krejt me tekst, me orkestrim, me gjitha këto, po shihet që jeni producenti mirë edhe vullneti jot, dashnia jote për Gilanin bani që me shkru një tekst kaq të mirë se unë e paka shumë e lexova edhe e pash. Një strofë, mujta me shkru një refren, e po ata pak diçka me hek, diçka me shtu, me përmbledh. A ke e vështirë? Me shkru për venin tënë nuk është vështirë, po është një farë vështire tjetër që gjithmonë t'i kësyni gjithmonë je i undë. Si gabu diçka. Po, nashta kësha mujt, edhe kështu, nashta kësha mujt edhe kështu, po na nuk patëm kohë, pak me përthaku, ma mërmenja që këtu jënë është e rëmbullaksu me më stën paka shumë, po mirë është, jam i knaqur deri dikon. Okej, apo e fillojna me synth, tani dalim në atë pjesën tjetër. Mirë mëngjesi ti o Berlin, dua të shoh si në avënin, ti i ke bitetu, asnjëherë shpinën s'ta kam kthy. Pate trima e burrat o qahut, që ti njeh edhe historia, Idris Seferi e Molla Idrisi, Kadri Zeka Recepi Nuhia, Abdullah Tahiri Ezia Shemsiu, Heroi Adim Ramadani. Ne të gjithë të kemi shok, për ne je sa një jet, ke shumë njerëz në këtë bot, qka të duhet ne na kep, s'na ka prish as një parti, se na e kem veç një zot, krejt Kosova këtë e dim,
se Gjilani është i fort.